dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Mungojnë rampat në trotuar në shumë kryqëzime në qytetin e Lushnjës, duke vështirësuar lëvizjen e personave me aftësi të kufizuara, por edhe kalimtarëve të tjerë. Mungesa e rampave në disa kryqëzime në Lushnjë vijon të mbetet një problem shqetësues për qytetarët. Në shumë zona të qytetit, kalimi në vijat e bardha është i vështirë, sidomos për personat me karrige me rrota, me paterica, nënat me fëmijë në karroca, personat me aftësi të kufizuara, por edhe për qytetarët e tjerë. Për shkak të mungesës së rampave, ata kufizojnë aktivitetet ditore ose detyrohen të kalojnë jashtë vijave të bardha, duke rritur rrezikun për rënje dhe lëndime, por edhe për aksidente nga automjetet. Kjo problematik është trajtuar edhe më herët nga televizioni 4+, por situata vijon të mbetet e njëjtë në shumë kryqëzime. Edhe pse në disa pika të qytetit rampat janë të pranishme, disa prej tyre nuk janë ndërtuar në mënyrë funksionale dhe në kryqëzimet e tjera mungojnë, duke krijuar vështirësi reale për lëvizjen e përditshme të kalimtarëve. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përkatëse për të përmirësuar infrastrukturën dhe për të garantuar siguri më të madhe në rrugë. Vendosja e rampave në kryqëzime do të ishte një hap i rëndësishëm drejt një qyteti më të aksesueshëm dhe më të sigurt për të gjithë. Kriza ka prekur edhe domatet. Rritet çmimi rreth 3.000 deri 4.000 lekë për kilogram. Tregtarët në Lushnjë thonë se konsumatorët nuk e blejnë dot me këtë çmim. Çmimi i domateve këto ditë në tregjet e Pakicës ka shënuar rekorde rreth 300 deri 400 lekë për kilogram për domate normale dhe 700 deri 800 lekë për kilogram për domaten qershi. Ndërkohë sipas tregut dhe portalit të fermerëve, dje 1 kilogram domate me shumicë kushtoi 170 deri 270 lekë. Edhe Instat konfirmon se krahasimi muajve shkurt ndër vite tregon se viti 2026 shënon nivelin më të lartë të çmimit mesatar në 4 vitet e fundit, duke lënë pas edhe kulmin e regjistruar në vitin 2023. Gjithashtu, fermerët thanë se nuk ka ndodhur më parë kjo rritje çmimi që e bën të pamundur për ata ta shesin domaten dhe për konsumatorët që ta blejnë. Çmimi i domates është shumë shtrenjtë. Neve s'mund ta shesim dot sa atje ajo është domate importi i gjithë, me 3.000 lekë kilën e marrim ne. 2.800-3.000 s'ka bën një herë vakisi si vjet, po mbase ndikon nga çmimi i naftës, nga që thonë do rritën çmimet edhe i kanë rritur. Domatet që ju tregtoni janë vetëm domate importi, prodhim vendas nuk ka akoma? Ka vendit 2 veta kishin dalë sot, po dhe ato 3.000 lekë kilën e kishin. Po më shumë ka importi, gjithë importit. Me këtë çmim nuk mund të shesin me aq pension që marrin populli, sa aq kanë vetëm pleqëria kanë ngel me pension. Do marrin 2 kokra sapo i patur, po nuk shqitet. Mendoni se do ulet çmimi apo do vazhdoj kështu? Nuk e besojmë të ullet. Si mas asaj nuk mund të besojmë të ullet çmimi. Edhe pse kjo zarzavate nuk është në kohën e saj, sezoni i dytë i serave e sillte këtë produkt me çmime të pranueshme në tezga në fillim prilli. Por serat e specializuara për eksport në Lushnjë dhe Fier u përmbytën 4 herë nga nëntori 2025 në shkurt 2026, duke humbur një pjesë të madhe të prodhimit dhe fidanishteve të reja. Faktorë të tjerë që shkaktuan rritjen janë kostot e larta të inputeve bujqësore, mungesa e fuqisë punëtore dhe mosdhënia e subvencioneve për fermerët nga qeveria. Kapet një 33 vjeçar i shpallur në kërkim nga policia, i dënuar me 4 vjet burgim për kultivim të bimëve narkotike dhe armbajtje pa leje në Divjak. Një 33 vjeçar i dënuar me 4 vite burgim ka rënë sërish në prangat e policisë pasi ishte shpallur në kërkim. Sipas njoftimit të policisë, 33 vjeçari banues në Divjak ishte dënuar më parë për kultivim të bimëve narkotike dhe armbajtje pa leje. Sipas tyre nga ky dënim, atij kanë mbetur për të kryer 1 vit, 10 muaj e 4 ditë. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, thuhet se kapet një 33 vjeçar i shpallur në kërkim i dënuar me 4 vjet burgim për kultivim të bimëve narkotike dhe armbajtje pa leje. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Divjak në vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, kanë bërë të mundur lokalizimin dhe kapjen e shtetasit në kërkim DS 33 vjeç banues në fshatin Çerm sektor Divjak. Ky shtetas është dënuar nga gjykata e Korçës me 4 vjet burgim për veprat penale, kultivimi i bimëve narkotike dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive. Nga ky dënim, atij kanë mbetur për të kryer 1 vit, 10 muaj e 4 ditë.
Veprimet e tjera procedurale për këtë shtetas u kryen nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Pogradec. Partia Demokratike e Kosovës largohet nga kuvendi në shenjë proteste pas bllokimit të rezolutës për luftën. Partia Demokratike e Kosovës solli në kuvend një rezolut për të vërtetën e luftës dhe mbrojtjen e dinjitetit të viktimave dhe insistoi që rezoluta duhet të jetë pikë e parë e rendit të ditës, por hasi në kundërshtime nga lëvizja vetëvendosje. Nuk do ishte as hera e parë, as hera e fundit që ndryshon radhitja e pikave të rendit të ditës në kuvendin e Republikës së Kosovës. Në rast se nuk kalon si pikë e parë, ne e tërheqim propozimin dhe largohemi. Propozimi jonë është ashtu si që thamë, le të mbledhet grupi me përfaqësues të gjitha partive politike. Në momentin që grupi e sjell rezolutën, ne në atë moment që e sjellin e vendosim në votim. Më pas, kryetaria e kuvendit u konsultua me kryetarët e grupeve parlamentare për rezolutën, por pas sukses. Partia Demokratike e Kosovës në shenjë revolte u largua nga salla, ku qëndroi vetëm deputeti Nait Hasani, i cili tha se nuk lejojnë që masakrat të masakrohen për herë të dytë nga mercenarët, duke ju referuar autorit të ekspozitës Shkëlzen Gashit. Nuk ka pasur qëllim të prezantoj të vërtetën në ekspozit, por versioni i UDBA-s ka prezantuar gjë që është e tmerrshme. Ndërsa liria e shprehjes dhe veprimit nuk përfshin të drejtën për të falsifikuar krimet serbe dhe me i pajsu viktimat. Ish-kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, u tregua i ashpër ndaj kryeministrit Albin Kurti sa i përket financimit të ekspozitës nga parlamenti. Nikon e çka bëhet kë? Nikon e mirë çka bëhet? Po financohen, mediat më thash. Ky shpenzon më shumë ti pare duke u shqy zagar me fysh shqiptar. Ju lutem regjia janë. Me fysh shqiptar. Nga 24 deri me 28 mars në sheshin e Prishtinës u shfaq ekspozita Masakrat 98-99 e autorit Shkëlzen Gashi, në të cilën kishte mospërputhje në numrin e viktimave e disa e cilësuar si të armatosur. Ekspozita u largua me vendim të autoriteteve lokale. Greqia gjatë 48 orëve të fundit është goditur nga stuhia Erminio, e cila la pas një viktim, rrugë të përmbytura dhe dëme të shumta. Stuhia Erminio ka goditur Greqinë gjatë 48 orëve të fundit me era shumë të forta, duke lënë pas të paktën një viktim dhe dëme të mëdha në shumë rajone të vendit, veçanërisht në Atikën lindore. Ndër më të prekurat ka qenë ishulli Poros, ku banorët përjetuan momente të vështira, me rrugët të cilat u kthyen në lumenj, shtëpi dhe bodrume që u mbushën me ujë e baltë dhe makinat që u rrëmbyen nga rrjedha ose mbetën të bllokuara nga përmbytjet. Një nga urat në rrugën kryesore bregdetare në zonën Askeli pranë Panagicës është shembur për shkak të presionit të madh të ujit dhe peshës së materialeve të sjella nga rrjedhat. Në Nea Makri, Rafina, Pikermi, Dionisos dhe Stamata përrejnë dolën nga shtrati duke përmbytur lagje të tëra. Në zonën e Stamatës niveli i ujit në rrugë kaloi 1 metër, ndërsa zjarfiksit ndërhyn për të nxjerrë ujrat nga banesat. Ngjarja më tragjike ndodhi në Nea Makri, ku humbi jetën një burr rreth 50 vjeç me origjinë polake. Probleme serioze u regjistruan edhe në Marathon, ku përmbytjet mbuluan shtëpi, biznese dhe toka bujqësore. Në Poros, rreshjet e rrëmbyeshme shkaktuan dëme të mëdha në një urë të vogël, ndërsa makinat të parkuara përfunduan në det pas arritjes së nivelit të ujit. Pjesë e ishullit mbetën të bllokuara. Situata e ngjashme u regjistrua edhe në Methana dhe në Hania të Kretës, ku deti përmbyti dyqane dhe bizneset pranë bregut. Në Volos, erat e forta rrëzuan pemë dhe shkaktuan probleme në rrjetin rrugor. Sipas meteorologëve, moti i keq po dobësohet gradualisht, por rreshje dhe stuhi do të vazhdojnë kryesisht në jug të vendit dhe në Egje. Nga e diela pritet përmirësimi i motit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.